Oda rajonale zejtareve në Kumanov në bashkëpunim me Departamentin për Planifikim Strategjik, Hartim Politikash, Monitorim dhe Zhvillim Ekonomik Lokal pranë komunës Kumanovës nga data 15 dhjetore deri më 10 janar me rastin e festave të fundvitit do të realizojnë panair festiv ku do të promovohen prodhimet vendore. Dhe për këtë ne kemi në një linje direkte kolegon ton Fatlu Maqifi, i cili do na jep detajet me Fazlin, kryetari i Odës së Zejtareve të Maqedonisë së Veriut. Përshëndetje nga qyteti i bukur i Kumanovës, nga kjo atmosferë festive. Ju përshëndesim juve të gjithë në studio kolegë të nderuar, përshëndesim edhe të gjithë të shikuesit e nderuar që po na ndjekin në këtë çaste. Siç po shihni, jemi në sheshin e qytetit të Kumanovës me një pamje festive, me prag të festave të vitit të ri. Ka filluar të zbukurohet edhe qyteti me zbukurimet e vitit të ri. Jemi këtu për të biseduar, për të zhvilluar një bisedë të këndshme, festive, me kryetarin e Odës së Zejtarëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut, zotri Agron Fazli, me të cilin do të bisedojmë në lidhje me këto shtëpiza që janë stacionuar këtu në sheshin e qytetit të Kumanovës. Zoti Agron, mirë se erdhët dhe faleminderit që pranuat ftesën për të qenë mysafiri yni. Mirë se u gjeta, faleminderit edhe nga ju për ftesën edhe për angazhimin e juaj si medium. Agron, jeni mjaft aktiv kohëve të fundit që nga marrja e mandatit, kemi thënë shpesh herë këtë. A mund na njotoni se cilët janë aktivitetet e fundit që realizoi Oda në qytetin e Kumanovës? Oda në qytetin e Kumanovës ka zhvilluar shumë aktivitete, nga subvencionimi i zejeve të vjetra, panaire, edhe shumë gjëja më e rëndësishme është kjo festa e vitit të ri që e organizojmë ne në bashkëpunim me komunën e Kumanovës dhe i mundsuam që gjithë këto veprimtari të gjenden në sheshin e Kumanovës dhe çka është më e rëndësishme është panairi i falës, gjithë pjesëmarrësit nuk paguajnë për shtëpizët dhe panairi do të zgjasë diku 25 ditë. Çka ju shtyri që të ndërmerrni këtë aktivitet? Nga ju erdhi kjo ide? Ideja ishe e kamshme, duke parë parasysh se qyteti jonë është duke mos pas asnjë atmosferë festive ose asnjë atmosferë të ngrohtë gjatë fund viteve, duke i parë edhe gjitha shtetet përreth se si zhvillojnë kësi lloj aktivitete, ne u munduam që bilim spaku të kemi një atmosferë festive dhe t'i presmi edhe mërgjimtarët tonë me këtë atmosferë, sepse mungoj këtë në qytetin tonë, edhe besoj që do të jesë edhe tradit, ndikon në zhvillimin ekonomik lokal dhe ndikon në dukjen e këtyre zejtarive që janë prezent këtu dhe besoj se do të mbetet tradit edhe në vitet e ardhshme. Nga e siguruat këto shtëpiza, kush ju ndihmoi dhe për sa shtëpiza bëhet fjalë? Bëhet fjalë për 13 shtëpiza të drurë, të punuara apostafat për neve. Është donacioni një ndërmarrje me përgjegjësi kolektive dhe me përgjegjësi të mirë. Ne kemi memorandum bashkëpunimi me shumë ndërmarrje dhe biznese të mëdha, po edhe me komunën tonë, ku ata ndihmuan të bëjnë elaborate gjithasene që duan për këto shtëpiza, ndërsa ky është donacioni i një firme që i falenderoj nga zemra. Po shohim llojshmëri të zejeve dhe prodhimeve të ndryshme. Thotë që janë në falas të stacionuar, kush ka patur të drejtë të merr pjesë këtu? Kemi pas shpallje publike dhe kush ka aplikuar e ka fituar shtëpizën, kushtet kanë qenë të paraqitura në shpalljen publike dhe besoj se gjitha këta që janë këtu të stacionuar ose të vendosur i plotësojnë kushtet edhe janë veprimtari zejtareske. Do të thotë që janë edhe të regjistruar në Odën Zejtare? 90% janë të regjistruar në Odën Zejtare, dikun ka edhe persona fizik që kanë pas dëshirë dhe kanë pas hobi të vetë dhe marrin pjesë edhe ata.
Përveç këtyre lodrave, këtyre gjësendeve të ndryshme, çka pritet tjetër të shfaqet në këto tende? Kemi edhe produkte nga vera, kemi produkte, do më thonë çokolada nxehta, çaje ndryshme, gastronomisë, do më thonë i kemi përfshi gjitha ato sende që ndikojnë në një atmosferë të ngrohtë dimrore dhe festive. Atëherë, cilët janë aktivitetet tjera me të cilët po punoni këtyre ditëve? Kemi edhe projekte me ambasadën e Slovenisë, ku jemi duke zhvilluar projektin për emancipimin e grave të papunësuar dhe besoj se edhe ai projekt është diku në përfundim. Tani ODA është duke aplikuar edhe me shumë projekte tjera për vitin e ardhshëm dhe besoj do të jemi edhe më aktiv edhe më të dukshëm në vendin tonë, sepse mungon fuqia punëtore dhe besoj se do të krijojmë edhe do të mundohemi të krijojmë fuqi punëtore profesionale që të jenë të mirëseardhur në tregën e punës. Zotë Egronë, nuk kam diçka tjetër të shtoj, nëse kemi harruar lirisht mund të... Faleminderit edhe nga ju, besoj se do të shihemi prapë dhe do të jemi edhe me projekte tjera prezent në mediume. Faleminderit dhe sukses. Faleminderit edhe nga ju. Atëherë të nderuar shikues, siç patë edhe vetë, ishte kjo biseda me Agron Fazlijen, kryetarin e Odës së Zejtarëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Odës së Zejtarëve rajonal këtu në Kumanov. Ishte kjo një bisedë e këndshme dhe festive, pros të gjithë qytetarët, të gjithë banorët e vendit tonë, të cilët do të frekuentojnë Kumanovën, padyshim mund të ndalojnë këtu në sheshin e qytetit dhe të shijojnë këtë atmosferë sadopak festive në prag të festave të fundvitit. Kurse gurbeqarëve ta, ne ju dëshirojmë mirëseardhje në vendlindje. Kaq nga Kumanova dhe mirupafshim takimeve të radhës. Faleminderit shumë për këtë linjë direkte, falenderoj gjithashtu edhe kryetarin që u bë pjesë e këtij mëngjesi, neve vetë se na shtuat dëshirën për të ardhur dhe për ta parë qytetin e Kumanovës. Faleminderit.